Duhet më referenci. Unë të gjysh është. Unë 2 vjetë të gjysh e këmbrojt dhe... Si e shkere esenciale. Gjitha të procedurës të në shkere të vinë penal për të një graduar të nga në statike dhe tonë që rezultatin që taktive dhe vendimin është jo realizuar. Prandaj, këtë drejtim dispozitiv është përsisht i pakuptueshëm dhe kontradiktor brenda vetës dhe me arsye të paraqitura në aksiotit. A shkimi përmbon arsye të lidhur me fakte debitore për të vendosur në mënyrë siç ka vepruar gjykata në rastin e kësaj. Për të disa arsye të paraqitra në vështirë të përmbohet të provuar shkesa. Për më tepër në agjykim. Pra, nuk kemi një analizë të mirëfillt të gjykatës së shkallës së parë në një çështje aq serioze ku bëhet fjalë për një vrasje në bashkëkrye. E si ka mundësi në 114 faqe gjykata të mos jetë në gjendje, fillimisht as prokuroria, të vërtetoj, të ofroj, se lere të vërtetoj, të ofroj një provë kur ka filluar kjo marrëveshje, si ka filluar, si është arritur, si janë ndarë rolet, cili është kontributi i secilit prej të akuzuarve. A e tha gjyqtarja referuese se, sipas arsyetimit të gjykimit të ankimuar, kontributi i Nexhat Vllazaleut në bashkëkryerjen e veprës penale të vrasjes është vënia në dispozicion e shtëpisë së tij në fshatin Vllazaleut. Për faktin se ka qenë në pyetje për fitimin pasuror prej 30.000 euro dhe ka rezultuar me 8.000, ku askush se ka përmend. Mëras vetë jeton Vllazaleu se ato 8.000 pastaj i kanë dhënë. Prokuroria është marrë me sajesa dhe me trillime për ta përforcuar në një farë forme aktin e vet akuzues, të pambështetur në prova. E dyta, nuk është vërtetuar me asnjë provë marrëveshja paraprake. Dhe e treta, nuk është vërtetuar bashkëkryerja në vrasje të veprimet e Nexhat Vllazaleut. Kur këta vete pranën jetonit të data të pranën kuzhinën, e pranën katin e tretë, e pranën birdën, e pranën veturën, hepët një sentencë rëndësishme. I qofsh falë kësaj gjenate i thët Nexhati, se krejt shpime të falë, gjatë kohës kur ta nga kati tretë, përpiqeshin ta nxjerrin kuponën e Nexhatit jashtë. Dhe ja lidhen me qesët zezë. Pra ku i ndëgjoj ankesat, kam vështirë me kuptu apo pretendohet se krimi s'ka ekzistu, por e pyesin Nexhatin se ku ke qenë në mëngjesin e datës 8, në natën kur e pritet Petri Nexhati, Nexhati thotë kam shku në Vllazali. Kam shku me marr drum, vetë kam shku. Kur e pyesin a ke pa jetonin atë aty, nuk më kujtohet a e kam pa. Pra nuk i kujtohet Nexhatit se a pa jetonin ditën kur shkojnë ja përgatit terrenin për ekzekutimin binak të Nexhatit. Dhe tash po thirrën, tash po thonë se ky krem nuk pas ka ndodhur. Ky komandant zone i ushtrisë dikur pretendon se ka luftuar për lirinë e atij vendi, ky u kujdes që ta zhduk trupin e Nexhatit dhe kështu thonë provat, kështu thot vetë dëshmia e atij zotnisë që kanë gospot me durët e tij. Ky thot që ka shkuar ka baros. Dhe skica, se po pretendojnë që qenë ka zhduk një skica që ka provë. Jo, skica është rretimi i një njeriu i cili ka ndryshuar 50 versione të tjera. Nëse marrim motivin e jetonit, thot se ka ekzekutuar për shkak se Petri Nexhati ka qenë lidhur me çikën e Nexhatit. Tash le të përcaktohen cilin po e zgjedhin pse kanë ekzekutuar. E kanë ekzekutuar për moral apo për material? Kjo është me përgjigje, kjo është me masa, kjo nuk e kontestojnë ta. Ndërkohë që kemi ftuar dhe çikën, e cila faktikisht është trëndit në rastin e s'poja përmendja se amën se unë kam qenë insistuesi që as mos dëgjohet në publik, dhe kam munguar si pak e si ndodhi. Pra prapë kthen te çështja materiale. Jetoni e pohën krimin, Nexhati e kontribon thelbësisht në kryerjen e krimit. Nuk është veç vënia e shtëpisë në dispozicion si pretendohet në ankesa. Nuk ja ka dhënë shtëpinë me qira. Po shkuja ka përgatitur terrenin në datën 8 në gojën e vetë, në cilësitë të dëshmitarit. Pra, para se mu kry krimi, para se jetoni ta krijoj skenarin e ta bëj ekzekutimin.
Pra, në gjesja përgatitit e rrëdin, mrami shtoj edhe kthej aty ku duke klenin qetë, duke festu me çokolada për ekzekutimin e një njëri. Përbes, unë mendoj se arkitekti ka qenë gjatë, kjo ku përshënjimja në provull. Ekzekutori ka qenë detone, arkitekti ka qenë gjatë, sepse arkitekti ka shku me qenë themelin e ekzekutimit të krimet, edhe kë e ka ekzekutu në mënyrën më dinake të mundshme. Sa i përket vlerësisë dënimit i ndëruar të leq, është evidente që një djalë i ri është pretendu, është privu nga jeta, pa mundësi që të rresë fëmijë, pa mundësi që ta jetësoj martesën e tij, përderisa ka akuzuar të jenë përgjyeshër, e sot e shijojnë këtë teatër për ta në shkollën e parë tanë, nga qelit e burgut sigurisë dhe jo vetë.